Zoti i tha mos kërkoni punë. Ka një gënjeshtër që është përcjell brez pas brezi, e mbështjell me qëllime të mira dhe e veshur me traditë. Është gënjeshtër se ke lindur për të punuar për dikë tjetër. Se qëllimi juaj këtu është të gjeni një punë, të kapeni pasaj dhe ta quani siguri. Por unë po ju them tani, me çdo fije sigurie që kam, Zoti nuk ju ka krijuar për skllavëri. Zoti nuk tha shko e gjej punë. Zoti i tha shko dhe bëhu. Ju keni lindur me farat e madhështisë. Ju keni qenë të talentuar me fakultete, që asnjë punëdhënës nuk mund t'i shfrytëzonte plotësisht. Imagjinata, vullneti, besimi, këmbëngulja, këto janë mjete hyjnore të dhëna jo për nënshtrim, por për krijim. Nuk kishit për qëllim të ndiqnit një pagë. Ti kishe për qëllim të ndiqje pas qëllimit. Qëllimi që digjet aq fort brenda jush, saqë asnjë titull pune nuk mund ta përmbajë atë. Bota ju ka programuar që të kërkoni leje për të pritur rastin, për të aplikuar, për të dorëzuar, për të shpresuar dhe për të lypur. Por unë ju pyes këtë, a ju krijoi Zoti që të lypni? Të lutem, a ju ka formsuar në imazhin e tij, vetëm që ju të luani i vogël në ëndrrën e dikujt tjetër? Ju e dini përgjigjen. Ju e ndjeni atë në kockat tuaja. Çdo mëngjes zgjohesh i paplotësuar. Çdo ditë shkoni në punë dhe varrosni shpirtin tuaj pak më thellë. Kjo nuk është hyjnore. Ky nuk është qëllimi. Kjo është e pranishme. Dhe atëherë bota thot të jesh realist. Realiste. Realist për kë? Njeriu që krijoi llambën nuk ishte realist. Gruaja që shpiku fshirësin e xhamit nuk ishte realiste. Pionierët e aratisjes, ndërtuesit e perandorive, përçarësit e sistemeve, ata nuk ishin realist. Ata po i qëndronin besnik zërit brenda që thoshte, nuk erdha këtu të jetoj në gjuni. Zoti nuk i vendosi talentet tuaja brenda jush që të mund të malloheshin. Ai i vendosi aty që të mund të shumoheshin. Por shumëzimi kërkon lëvizje. Jo lëvizje drejt tabelës së punës, por drejt tabelës së vizatimit. Jo lëvizje drejt hëre, por drejt arsyetimit tuaj më të lartë, drejt së vërtetës që bërtet brenda jush kur jeni vetëm. Unë kisha për qëllim më shumë se kaq. Më lejoni t'ju them këtë, por çfarë ndodh me sigurinë? Më lejoni t'ju them diçka për sigurinë. Nuk ka asnjë për të punuar për ëndrrën e një njeriu tjetër. Mund të lirohesh, të zëvendësohesh, të zvoglohet, të zhversohet, të hidhet poshtë, por njeriu që ndjek drejtimin hyjnor nuk hidhet kurrë. Ai ridrejtohet, rafinohet dhe në fund shpërblehet. Siguria nuk vjen nga puna. Ajo vjen nga rreshtimi. Për afrimi me potencialin e dhënë nga Zoti juaj. Njeriu në linjën nuk mund të tronditet nga recesionet, nga pushimet nga puna, nga rrëzimet e tregut. Ai është i rënjosur në diçka të përjetshme. Ai mbështetet nga autoriteti më i lartë. Ju duhet të riorganizoni kuptimin tuaj të vlerës. Vlera juaj nuk është në rezumen tuaj. Vlera juaj nuk është në diplomën tuaj, përvojën tuaj të mëparshme të punës ose aftësinë tuaj për të përmbushur afatet. Vlera juaj qëndron në aftësinë tuaj për të prodhuar ide, për të zgjidhur problemet, për të shërbyer të tjerëve nga një vend pasioni dhe bindjeje. Kjo lloj vlere krijon të ardhura. Një vlerë e tillë bëhet e pazëvendësueshme. Ju nuk jeni kërkues pune. Ju jeni një gjenerues i zgjidhjeve. Ju jeni një kanal përmes të cilit shfaqen idetë hyjnore. Çdo problem që shihni në botë është një ftesë për të hyrë në këpucët e krijuesit, jo të punëtorit. Mos me keq kuptoni, ka dinjitet në çdo punë, por dinjiteti nuk është i njëjtë me fatin. Pyetja nuk është nëse puna është e mirë. Pyetja është nëse është e juaja, nëse është e juaja. E juaja duke thirrur, me zjarr në zor, nga netët pa gjumë duke ndëruar se çfarë mund të ndodhte, nëse vetëm do të hynit në atë që tashmë jeni. Ju thoni, por unë kam fatura për të paguar. Pastaj ti thua, por unë kam fatura për të paguar. Pastaj ndërtoj ndërsa ti paguan. Punoni turnin tuaj nëse duhet, por mos vdisni në të. Mbille vizionin tënd në dheun e sakrificës. Ujite me përpjekje, ushjeje me besim, ndërto në qetësinë. Dhe kur të vi koha, kur rënjet janë të forta dhe vizioni është i pamohueshëm, largohuni nga ajo që kurrë nuk ishte menduar të të mbante. Ecni drejt jetës, për të cilën ju thirri në të vërtetë Perëndia. Ai tha, jini të frytshëm. Kjo do të thotë shumëfishoni atë që ju është dhënë. Do të thotë të marrësh një shtizë dhe ta kthesh në 10. Do të thotë të dominosh hapësirën tënde me përsosmëri, jo me bindje. Do të thotë të marrësh territor. Ka një luan brenda jush, por bota do që ju të zbutni. Bota do që ju në shtëpi të trajnuar,
të sigurt, të këndshëm. Kjo është ajo që punët janë krijuar për të bërë, për të organizuar fuqinë tuaj, për t'ju vënë në modele të parashikueshme, për t'ju dhënë aq sa për t'ju mbajtur të mos ndëroni më shumë. Ju nuk jeni bërë për të qenë të parashikueshëm. Ju nuk jeni bërë për të goditur një orë. Jeni krijuar për të jetuar jashtë orës, për të krijuar kohën tuaj, vlerën tuaj, realitetin tuaj. Njerëzit do të tallen me ju. Ata do të thonë se ju keni humbur mendjen. Ata do të thonë se jeni jo realist, i papërgjegjshëm, radikal, i mirë, bëhu radikal. Radikal thjesht do të thotë nga rënja. Kthehuni në rënjët tuaja. Rënja e asaj që jeni. Fëmia që dikur ëndëronte pa kufi. Fryma që dikur besonte se bota mund të ndryshohej. Ai versioni juaj nuk keni kërkuar kur punë. Ky versioni juaj duket të ndërtoj një perandori. Ju thoni, unë jam shumë i vjetër. Marrëzi. Mojsiu ishte 80 vjeç kur Zoti e thiri. Koloneli Sanders ishte 65 vjeç kur themeloi perandorinë e tij. Koha nuk është armiku juaj. Stagnimi është momenti kur vendosni të veproni. Koha përkulet në favorin tuaj. Dyert hapen, shfaqen njerëzit, burimet radhiten, por vetëm kur lëvizni në kod. Fillon në mendje. Ju duhet të pushoni shefin në kokën tuaj. Ai që të thotë të jesh i sigurt, të vendosesh, të presësh, pushoje. Dhe punësoni zërin e qëllimit. Ai që të thotë të rrezikosh, të kërcesh, të besosh. Këtu nuk bëhet fjalë për lënien e punës. Kjo ka të bëjë me heqjen dorë nga skllavëria. Ka të bëjë me rimarrjen e autoritetit tuaj. Bëhet fjalë për t'i bërë vetes një pyetje të thjeshtë çdo ditë. Apo ndërtoj vizionin e dikujt tjetër, apo po lind vizionin tim. Sepse njëri do t'ju kulloj dhe tjetri do t'ju përzën. Një do t'ju paguaj aq sa për të harruar ëndrrën tuaj. Tjetri do të kërkoj gjithçka, por do t'ju shpërblej me trashëgimi. Ju nuk jeni thirrur në punësim, jeni thirrur në vendosje. Dërguar në botë për të dominuar sferën tuaj, dërguar për të zgjuar mendjet e fjetura, për të prishur status quo, për të qenë një farë në një det ndjekësish. Bota nuk ndryshon për shkak të punonisve, ndryshon për shkak të vizionarëve, për shkak të burrave dhe grave që pushojnë së kërkuari leje dhe fillojnë të lëvizin në pushtet. Fuqia që u është dhënë nga Zoti jo për të punësuar, por shumë më e lartë. Ju tashmë keni atë që duhet, jo në një kuptim të mirë motivues, në një kuptim hyjnor real të prekshëm. Shikoni jetën tuaj. Shikoni se çfarë keni kapërcyer. Shikoni se çfarë keni ndërtuar pa e kuptuar fare. Ju jeni një mrekulli në këmbë, një mbijetuar, një ndërtues, një krijues dhe tani është koha për të jetuar si një. Zona e rehatis është një gënjeshtar. Do t'ju josh në vogëlsi, por vogëlsia ofendon Perëndin që ju krijoi për madhështi. Ndaloni së luajturi të sigurt. Ndaloni të fshiheni pas aplikacioneve dhe justifikimeve. Hyni në shkretirën ku jeton fuqia juaj e vërtet. Nuk ka hartë, por ka një busull. Ajo quhet besim. Ndiqni atë. Nuk keni lindur për të kërkuar punë. Ju keni lindur për të zgjidhur një problem, për të përmbushur një nevojë aq fuqishëm sa bota nuk mund të injorojë emrin tuaj. Ju keni lindur për të krijuar pasuri, për të gjeneruar mundësi, për të shumëfishuar vlerën. Kjo është detyra juaj. Kjo është ministria juaj. Ky është adhurimi juaj. Ndaloni së prituri për t'u zgjedhur. Ju u zgjodhët në momentin që u formuat. Ndaloni së prituri ofertën. Ju jeni oferta. Ju jeni zgjidhja e mbështjellë me lëkurë. Ju jeni përgjigja e një lutjeje të pëshpëritur në dëshpërim. Dhe kjo përgjigje nuk do të gjendet kurrë në një bord pune. Zgjedhja është e juaja. Ju mund ta kaloni jetën tuaj duke plotësuar aplikacionet, ose mund ta kaloni duke mbushur tokën me dhuratën tuaj. Zoti tha, mos kërkoni punë. Zoti tha, shikoni brenda. Unë tashmë ju kam dhënë gjithçka që ju nevojitet. Ju nuk jeni krijuar për të kërkuar strehim në ombrellën e ambicies së një njeriu tjetër. Ju u krijuat për të urdhëruar stuhin të ecë përmes erës dhe zjarrit me pishtarin tuaj të ndezur. Ai pishtar është thirrja juaj dhe nuk dridhet për shkak të refuzimit, dështimit ose vonesës. Dridhet kur ja dorëzoni fuqinë tuaj një pagash. Ekziston një gjuhë që flitet në parajs dhe nuk është gjuha e mungesës. Nuk është gjuha e rezymeve apo promovimeve. Është gjuha e vizionit, e sundimit, e pronësisë shpirtërore. Dhe derisa të mësoni të flisni atë gjuhë me jetën tuaj, gjithmonë do të ndjeni shqetësimin e një shpirti të gabuar. Shikoni përreth. Shikoni ata që vendosen.
Sytë e tyre janë të mpirë, qëndrimi i tyre bie, e qeshura e tyre është e zbrazët, jo sepse janë të dobët, por sepse nuk u është thënë kurrë e vërteta se vendosja nuk është siguri, është dorëzim, dhe dorëzimi për një qëllim më të vogël është lloji më i ngadalshëm i vdekjes. Ju nuk jeni dërguar këtu për të përballuar jetesën. Ju nuk jeni krijuar në lavdi për të mbjetuar me mbetjet. Dizajni hyjnor mbart kërkesën hyjnore. Qielli nuk e harxhoi frymën për mediokritetin. Ju jeni veçuar për të mos u përshtatur, për të mos qenë të pranueshëm, për të mos gjyrosur brenda vijave, por për të fshirë fare linjat dhe për të rivizatuar kufit e asaj që është e mundur. E shihni se tregu nuk është zotëria juaj, është pasqyra juaj. Ai pasqyron vlerën që u jepni ideve tuaja. Dhe shumica e njerëzve kalojnë para pasqyrës me kokën ulur, të verbër ndaj shkëlqimit që digjet pas syve të tyre. Ai shkëlqim nuk ishte menduar të varrosej në një ritëm rutinë. Ai kishte për qëllim të shpërthej, të prish, të shkaktoj kaos të shenjtë në amullinë e normales. Kuptojeni këtë, qëllimi nuk do të trokas kurrë. Nuk kërkon leje, kërkon vëmendje dhe do t'ju bëj të mos ndiheni rehat. Do t'ju zgjas, dispozit. Qëllimi është qelësi i dyerve, që nuk i keni parë kurrë, dhe dhomave, ku ju është thënë se nuk do të hyni kurrë. Nëse jeni duke pritur për kushtet të përsosura që keni humbur tashmë, kushtet do të gënjejnë. Ekonomia do të pëshpërisë dyshim. Ekspertët do të hedhin hije. Por asnjë nga këto zëra nuk e tejkalon pëshpëritjen e Zotit brenda jush. Ajo pëshpëritje nuk negocion, ajo urdhëron. Dhe komanda nuk është të konformosh, por të krijosh. Ju e keni ngatëruar punësimin me fuqizimin. Punësimi është ajo që ju japin. Fuqizimi është ajo që ju merrni. Fuqizimi është pronësia e së ardhmes suaj. Është refuzimi për të shitur shpirtin tuaj me orë. Është guxim të thuash, nuk do të blihem. Unë do të faturoj. Ju nuk jeni vënë këtu për të pritur udhëzime. Ju jeni vënë këtu për të bërë udhëzimi, për të qenë plani që ndjekin të tjerët. Por ai plan nuk do të zbulohet kurrë në komoditetin e pritjes. Është gdhendur në lëvizje, në gabime, në rrezik të shenjtë. Lloji i rrezikut që i thot botës, nuk kam frikë nga rrëzimi. Kam frikë të mos fluturoj kurrë. Brenda jush jetoni detyrë kaq e fuqishme. Aq e saktë sa armiku i shpirtit tuaj ka bërë gjithçka që është e mundur për t'ju larguar nga ajo, jo duke ju shkatëruar, por duke ju mbajtur të zë. Punët e zëna me punë që mpin gjeniun tuaj. I zën duke bërë detyra që paguajnë faturat, por falimentojnë gëzimin tuaj. I zën duke qenë i dobishëm, por asnjëherë i çliruar. Nuk ka përparim në punë, vetëm në bindje. Bindja ndaj asaj ëndre të parsyeshme. Bindje ndaj planit nuk mund t'ua shpjegoni të tjerëve, sepse nuk u është dhënë atyre. Ju është besuar, do të quajnë të çmendur. Ata gjithmonë bëjnë, por besimi nuk është kurrë i arsyeshëm. Nuk supozohet të jetë kështu. Nëse do të kishte kuptim, nuk do të kërkonte bindje, nuk do të azgjeronte besimin tënd, dhe nuk do të çonte në dimensionin e sundimit. Ekziston një territor me emrin tënd mbi të, dhe nuk do të jepet. Duhet të pretendohet, e pohuar me qartësi, e pohuar me guxim, e pohuar me vendimin e palëkundur, se nuk e lindur për të qenë aktiv. Ke lindur për të marrë përsipër gjithçka. Beso, zgjohu dhe lëviz. Sa më e rënd të bëhet pendimi, jo sepse koha është kundër teje, por sepse potenciali yt është kundër teje. Qëllimi i pashfrytëzuar është si uji i ndenjur. Ajo sjell zhgënjim. Do të ndjeni që hidhërimi të rritet brenda jush, nëse nuk lindni atë për të cilën jeni krijuar. Do të kritikoni të tjerët jo sepse e kanë gabim, por sepse patën guximin që ju refuzoni të aktivizoni. Ju jeni bërë për të mbajtur ndikim, jo udhëzime. Por ndikimi duhet të ndizet. Nuk është titull, nuk është karizëm, nuk është popularitet, është bindje në veprim. Veprimi është të thuash po për atë që të frikson. Është duke i dhënë veten plotësisht punës, vetëm ju mund të bëni. Dhe më lejoni t'ju them diçka tjetër. Ju nuk keni nevojë për një diplom tjetër. Nuk keni nevojë për miratim tjetër. Ju nuk keni nevojë për bekimin e një mbikëqyrësi tjetër. Ju duhet të filloni. Filloni ku jeni me atë që keni, sepse ajo që keni tashmë është tokë e shenjtë. Ju keni një histori, ju keni përvojë, ju keni mprehtësi hyjnore dhe keni frymën e jetës. Kaq mjafton. Ka njerëz që ju presin, jo për sosmëria juaj, jo plani juaj, jo kualifikimet tuaja, vetëm ju. Ju dilni i papërpunuar dhe i palustruar,
por plot zjarr sepse zjarri plotëson atë që i mungon lustrimit. Zjarri tërheq. Zjarri zgjohet. Zjarri i thyen zinxhirët. Dhe ti, miku im, po ecë me zjarr. Nuk je krijuar për të ngjitur shkallët. Ju jeni krijuar për të ndërtuar tuajin. Dhe nëse nuk ka plan për atë që shihni në mendjen tuaj, atëherë vizatoni një. Nëse askush nuk beson në të, besoni më fort. E financon me besim. Ju nuk jeni prapa. Sa po zgjohesh. Ndaloni së maturi progresin tuaj me kronometër të shoqërisë. Fati juaj nuk është në orën. Është në një telefonat, dhe telefonata nuk mund të krahasohet. Nuk mund të kopjohet. Nuk mund të jepet jashtë. Duhet të përgjigjet, dhe duhet të përgjigjet tani. Nuk ka gjë të tillë si shumë vonë kur përfshihet bindja. Ka vetëm shumë kohë. Ulje shumë e gjatë, hamendje e dytë shumë e gjatë. Shumë e gjatë duke u kërkuar njerëzve të gabuar drejtimin e duhur. Ngrihuni në këmbë. Shikoni lart. Shfaquni. Edhe nëse ju dridhen gjunjët, edhe nëse zëri juaj plas, edhe nëse e kaluara juaj thot se nuk jeni të denjë. Shkretëtira nuk është armiku juaj. Është terreni juaj i stërvitjes. Është vendi ku Zoti i fsheh kampionët e tij, përpara se t'i zbulojë ata. Dhe nëse jeni duke u fshehur tani, nuk është për shkak se jeni duke u ndëshkuar. Kjo është për shkak se ju jeni duke u përgatitur. Mos e ngatëroni fshehtësinë me parëndësi. Vemjet fshihen para se të fluturojnë. Farat fshihen para se të lulëzojnë. Mbretërit fshihen para se të mbretërojnë. Nuk po anashkaloheni. Ju jeni duke u falsifikuar. Dhe sa po të dilni, nuk do të ketë kthim prapa. Nuk do të keni mall për sigurinë e vogëlsisë. Ju nuk do të luteni të ripunsoheni. Nuk do të tërhiqeni për t'i bërë të tjerët rehat. Ju do të merrni hapësirë. Do të kërkoni prezencë. Ju do të vishni thirrjen tuaj si armaturë. Jo sepse je arrogant, por sepse më në fund e beson atë që Zoti foli për ty që në fillim. Ky nuk është një fjalim motivues. Kjo është një ndërprerje shpirtërore, një përballje hyjnore me justifikimet tuaja, sepse justifikimet nuk kërkojnë kohë. Ju nuk keni lindur për punë. Ju keni lindur për udhëheqje. Ju nuk keni lindur për rroga. Ju keni lindur për pasuri. Ju nuk keni lindur për pension. Ju keni lindur për zbulesë. Dhe zbulesa nuk mund të kufizohet në kabina, karta kohore ose promovime. Zbulesa i thyen gjërat. Ajo ndërton botë të reja. Ajo prish atë që ekziston për t'i hapur rrugë asaj që duhet të vijë. Ju e mbani atë zbulim, jo ata, jo sistemi, jo shefi që dyshon tek ju. Ju nuk jeni dërguar për të kërkuar, vetëm për të shërbyer. Dhe kur i shërben dhuratën tënde, dhurata jote i shërben botës. Dhe kur bota shërbehet, nuk ke nevojë të ndjekësh mundësinë, ajo të ndjek ty. Kur qielli autorizon një mision, ai nuk kërkon leje nga toka, nuk konsultohet me tendencat dhe as nuk kërkon afirmim nga turma. Ajo lëviz në përpak njerëz që guxojnë të jetojnë sipas zbulesës dhe jo rutinës. Ju jeni një nga ata pak, por pyetja mbetet, a do të ngriheni për të përmbushur detyrën, apo do të fshiheni pas detyrave të maskuara si siguri? Një shpirt fillon të kalbet kur nuk guxon. Ajo nuk thahet nga lodhja, por nga shtypja. Ju kur nuk jeni ndërtuar për të boksuar. Ju kur nuk jeni formuar për të formatuar. Ju u formuat në zjarrin e vizionit hyjnor. Vizioni shumë i egër për të zbutur nga tradita, shumë i fuqishëm për të menaxhuar nga politika. Hyr gjatë gjithë ditës. Ju nuk jeni thirrur për të mirë mbajtur makinën. Ju jeni këtu për ta prishur atë. Në momentin që ngatëroni mbjetesën me bindjen, dilni nga autoriteti juaj. Nuk ka lavdi të kalosh. Nuk ka asnjë favor për t'u përshtatur. Kurora juaj nuk mund të mbahet kur i përkuleni frikës. Kërkesa e vendosur mbi ju është shpirtërore, jo situata. Kjo është arsyeja pse shqetësimi juaj nuk është rrethanor, është i shenjtë. Vazhdoni të pyesni veten pse roli nuk të kënaq, pse promovimet ndihen të zbrasta, pse duartrokitjet jehojnë me zbrazëti. Kjo është për shkak se shpirti juaj është alergjik ndaj çdo gjëje më pak se caktimi i tij i plot. Kjo është arsyeja pse asnjë titull nuk mund t'ju plotësoj, asnjë mbikëqyrës nuk mund t'ju vërtetoj, asnjë ofertë nuk mund të kompensojë atë që ishte menduar të lindej, jo të huazohej. Nuk je krijuar për të audicuar për miratim. Jeni dërguar për të pushtuar territorin. Territori i transformimit. Fusha e fatit. Nuk ka asgjë neutrale tek ju.
Pesha e asaj që mbani ndryshon atmosferën. Në momentin që kaloni në shtrirje, sistemet përkulen, mjediset ndryshojnë, afatet kohore përshpejtohen dhe kjo nuk është për shkak të sharmit apo kredencialeve, por sepse më në fund ju kujtuat se kush jeni. Jo një punëtor, një luftëtar, jo një punonjës, jo një vendmbajtës, një udhërfyes. Ju nuk jeni këtu për të bërë atë që tashmë është bërë. Ju jeni këtu për të shkruar rregulla të reja, për të përmbysur urdhat e vjetër dhe për të çmontuar iluzionet që u tregojnë njerëzve se vlera e tyre vjen nga detyra e jashtme. Prania juaj është profetike. Ai tregon atë që po vjen, jo atë që tashmë është. Dhe ajo që do të vi nuk do të duket si e kaluara. Ajo që po vjen lind përmes bindjes, jo traditës. Zoti nuk i riciklon sistemet. Ai rrit shërbëtorët, shërbyesit që nuk janë në pronësi të ardhurave të tyre. Shërbëtorët që nuk mund të manipulohen me metrik. Shërbëtorët që kanë vizion kaq të zhurmshëm, sa që nuk mund të injorohen, të heshten apo të vonohen. Rezistenca juaj nuk është rebelim, është njohje. Diçka brenda jush refuzon të përshtatet, jo sepse nuk jeni besnik, por sepse jeni mendjempret. Ju mund të kuptoni se çfarë tallen të verbër të tjerët. Ai tensioni i brendshëm që ndjeni nuk është konfuzion, është agitacion hyjnor, është zëri i fatit që pastron fytin, përgatitet të flas, dhe kur flet, duhet të jesh gati të djegësh ura drejt mediokritetit. Duhet të jeni të gatshëm të ofendoni rehatin. Duhet të vendosni një herë e mirë se paqja nuk gjendet në parashikueshmëri, gjendet në qëllim. Ekziston një ndryshim midis lëvizjes dhe momentit. Shumica e njerëzve qëndrojnë të zënë sepse kanë frikë të lëvizin. Lëvizja e vërtet nuk është aktivitet, është shtrirje, është duke thënë po kur të kushton duartrokitje, po dorëzon iluzionin e sigurisë për të vërtetën e sovranitetit. Sigurimi nuk vjen nga pagesa, ajo rrjedh nga pozicionimi, dhe forma më e lartë e pozicionimit është bindja. Bindju përshpëritjes që të zgjon në orën 2 të mëngjesit. Bindja ndaj planit që nuk ka kuptim për rrethin tuaj. Bindja ndaj ëndrrës aq e madhe sa të tmerron logjikën. Duhet të kuptosh, nuk ke lindur për të qenë i dobishëm, ke lindur për të qenë i pandalshëm. Dobia është mënyra se si matim produktin tuaj. Pandalshmëria është mënyra se si qielli mat bindjen tuaj. Nuk ke nevojë të punësohesh, duhet të aktivizohesh. Ju nuk keni nevojë të pëlqeheni, ju duhet të lansoheni. Shkretëtira është e zhurmshme nga heshtja, por në atë heshtje, qartësia gjëmon. Ju filloni të dëgjoni ndryshimin midis urgjentes dhe të përjetshmes. Ju filloni të dalloni gënjeshtrat e veshur me logjik. Ju filloni të kuptoni se lehtësia është shpesh armiku i lartësisë. Ju nuk jeni krijuar për rehati. Ju jeni krijuar për pushtim. Jo pushtimin mbi njerëzit, por mbi frikën, mbi dyshimin, mbi narrativat e krijuara për të zvogluar shtrirjen tuaj dhe për të qetësuar shpirtin tuaj. Ju u krijuat për të sunduar mbi atë që dikur ju friksonte. Dhe ju e bëni këtë duke zgjedhur të vërtetën kur gënjeshtrat janë më të këndshme. Ju e bëni këtë duke qëndruar të palëkundur kur tërheqja është më e përshtatshme. Ju e bëni këtë duke deklaruar: nuk kam nevojë për platformën e tyre. Unë jam platforma. Nuk kam nevojë për njohjen e tyre. Unë kam zbulesë. Dhe zbulesa nuk lyp kurrë, zbulesa ndërton. Shpallja nuk zbatohet, ajo cakton. Nuk troket, hapet. Nuk kërkon falje, avancon. Ju nuk jeni këtu për t'u përshtatur. Ju jeni këtu për t'u vendosur. Ju jeni këtu për të filluar. Ju jeni këtu për t'u zgjuar. Nuk është detyra juaj t'u shpjegoni thirrjen atyre që janë të përkushtuar ndaj ngushëllimit. Nuk është detyra juaj të përktheni vizionin në gjuhën e kufizimit. Ju jeni vizion në gjuhën e kufizimit. Dhe sa po të dilni, nuk do të ketë kthim prapa. Nuk do të keni mall për sigurinë e vogëlsisë. Ju nuk do të luteni të ripunsoheni. Nuk do të tërhiqeni për t'i bërë të tjerët rehat. Ju do të merrni hapësirë. Do të kërkoni prezencë. Ju do të vishni thirrjen tuaj si armaturë. Jo sepse je arrogant, por sepse më në fund e beson atë që Zoti foli për ty që në fillim. Ky nuk është një fjalim motivues. Kjo është një ndërprerje shpirtërore, një përballje hyjnore me justifikimet tuaja, sepse justifikimet nuk kërkojnë kohë. Ju nuk keni lindur për punë. Ju keni lindur për udhëheqje. Ju nuk keni lindur për rroga. Ju keni lindur për pasuri. Ju nuk keni lindur për pension. Ju keni lindur për zbulesë. Dhe zbulesa nuk mund të kufizohet në kabina,
karta kohore ose promovime. Zbulesa i thyen gjërat. Ajo ndërton botë të reja. Ajo prish atë që ekziston për t'i hapur rrugë asaj që duhet të vijë. Ju e mbani atë zbulim, jo ata, jo sistemi, jo shefi që dyshon tek ju. Ju nuk jeni dërguar për të kërkuar, vetëm për të shërbyer. Dhe kur i shërben dhuratën tënde, dhurata jote i shërben botës. Dhe kur bota shërbehet, nuk ke nevojë të ndjekësh mundësinë, ajo të ndjek ty. Kur qielli autorizon një mision, ai nuk kërkon leje nga toka, nuk konsultohet me tendencat dhe as nuk kërkon afirmim nga turma. Ajo lëviz në përpak njerëz që guxojnë të jetojnë sipas zbulesës dhe jo rutinës. Ju jeni një nga ata pak, por pyetja mbetet, a do të ngriheni për të përmbushur detyrën, apo do të fshiheni pas detyrave të maskuara si siguri? Një shpirt fillon të kalbet kur nuk guxon. Ajo nuk thahet nga lodhja, por nga shtypja. Ju kur nuk jeni ndërtuar për të boksuar. Ju kur nuk jeni formuar për të formatuar. Ju u formuat në zjarrin e vizionit hyjnor. Vizioni shumë i egër për të zbutur nga tradita, shumë i fuqishëm për të menaxhuar nga politika. Hyr gjatë gjithë ditës. Ju nuk jeni thirrur për të mirë mbajtur makinën. Ju jeni këtu për ta prishur atë. Në momentin që ngatëroni mbijetesën me bindjen, dilni nga autoriteti juaj. Nuk ka lavdi të kalosh. Nuk ka asnjë favor për t'u përshtatur. Kurora juaj nuk mund të mbahet kur i përkuleni frikës. Kërkesa e vendosur mbi ju është shpirtërore, jo situata. Kjo është arsyeja pse shqetësimi juaj nuk është rrethanor, është i shenjtë. Vazhdoni të pyesni veten pse roli nuk të kënaq, pse promovimet ndihen të zbrasta, pse duartrokitjet jehojnë me zbrazëti. Kjo është për shkak se shpirti juaj është alergjik ndaj çdo gjëje më pak se caktimi i tij i plot. Kjo është arsyeja pse asnjë titull nuk mund t'ju plotësoj, asnjë mbikëqyrës nuk mund t'ju vërtetoj, asnjë ofertë nuk mund të kompensojë atë që ishte menduar të lindej, jo të huazohej. Nuk je krijuar për të audicuar për miratim. Jeni dërguar për të pushtuar territorin. Territori i transformimit. Fusha e fatit. Nuk ka asgjë neutrale tek ju. Pesha e asaj që mbani ndryshon atmosferën. Në momentin që kaloni në shtrirje, sistemet përkulen, mjediset ndryshojnë, afatet kohore përshpejtohen dhe kjo nuk është për shkak të sharmit apo kredencialeve, por sepse më në fund ju kujtuat se kush jeni. Jo një punëtor, një luftëtar, jo një punonjës, jo një vendmbajtës, një udhërfyes. Ju nuk jeni këtu për të bërë atë që tashmë është bërë. Ju jeni këtu për të shkruar rregulla të reja, për të përmbysur urdhat e vjetër dhe për të çmontuar iluzionet që u tregojnë njerëzve se vlera e tyre vjen nga detyra e jashtme. Prania juaj është profetike. Ai tregon atë që po vjen, jo atë që tashmë është. Dhe ajo që do të vijë nuk do të duket si e kaluara. Ajo që po vjen lind përmes bindjes, jo traditës. Zoti nuk i riciklon sistemet. Ai rrit shërbëtorët, shërbyesit që nuk janë në pronësi të ardhurave të tyre. Shërbëtorët që nuk mund të manipulohen me metrik. Shërbëtorët që kanë vizion kaq të zhurmshëm, saqë nuk mund të injorohen, të heshten apo të vonohen. Rezistenca juaj nuk është rebelim, është njohje. Diçka brenda jush refuzon të përshtatet, jo sepse nuk jeni besnik, por sepse jeni mendjempret. Ju mund të kuptoni se çfarë tallen të verbër të tjerët. Ai tensioni i brendshëm që ndjeni nuk është konfuzion, është agitacion hyjnor, është zëri i fatit që pastron fytin, përgatitet të flas, dhe kur flet, duhet të jesh gati të djegësh ura drejt mediokritetit. Duhet të jeni të gatshëm të ofendoni rehatin. Duhet të vendosni një herë e mirë, se paqja nuk gjendet në parashikueshmëri. Gjendet në qëllim. Ekziston një ndryshim midis lëvizjes dhe momentit. Shumica e njerëzve qëndrojnë të zënë sepse kanë frikë të lëvizin. Lëvizja e vërtet nuk është aktivitet, është shtrirje, është duke thënë po kur të kushton duartrokitje, po dorëzon iluzionin e sigurisë për të vërtetën e sovranitetit. Sigurimi nuk vjen nga pagesa, ajo rrjedh nga pozicionimi, dhe forma më e lartë e pozicionimit është bindja. Bindju përshpëritjes që të zgjon në orën 2 të mëngjesit. Bindja ndaj planit që nuk ka kuptim për rrethin tuaj. Bindja ndaj ëndrrës aq e madhe sa të tmerron logjikën. Duhet të kuptosh, nuk ke lindur për të qenë i dobishëm, ke lindur për të qenë i pandalshëm. Dobia është mënyra se si matim produktin tuaj. Pandalshmëria është mënyra se si qielli mat bindjen tuaj. Nuk ke nevojë të punësohesh, duhet të aktivizohesh.
Ju nuk keni nevojë të pëlqeheni, ju duhet të lansoheni. Shkretëtira është e zhurmshme nga heshtja, por në atë heshtje, qartësia gjëmon. Ju filloni të dëgjoni ndryshimin midis urgjentes dhe të përjetshmes. Ju filloni të dalloni gënjeshtrat e veshur me logjik. Ju filloni të kuptoni se lehtësia është shpesh armiku i lartësisë. Ju nuk jeni krijuar për rehati. Ju jeni krijuar për pushtim. Jo pushtimin mbi njerëzit, por mbi frikën, mbi dyshimin, mbi narrativat e krijuara për të zvogluar shtrirjen tuaj dhe për të qetësuar shpirtin tuaj. Ju u krijuat për të sunduar mbi atë që dikur ju friksonte. Dhe ju e bëni këtë duke zgjedhur të vërtetën kur gënjeshtrat janë më të këndshme. Ju e bëni këtë duke qëndruar të palëkundur kur tërheqja është më e përshtatshme. Ju e bëni këtë duke deklaruar: nuk kam nevojë për platformën e tyre. Unë jam platforma. Nuk kam nevojë për njohjen e tyre. Unë kam zbulesë. Dhe zbulesa nuk lyp kurrë, zbulesa ndërton. Shpallja nuk zbatohet, ajo cakton. Nuk troket, hapet. Nuk kërkon falje, avancon. Ju nuk jeni këtu për t'u përshtatur. Ju jeni këtu për t'u vendosur. Ju jeni këtu për të filluar. Ju jeni këtu për t'u zgjuar. Nuk është detyra juaj t'ua shpjegoni thirrjen atyre që janë të përkushtuar ndaj ngushëllimit. Nuk është detyra juaj të përktheni vizionin në gjuhën e kufizimit. Ju jeni vizion në gjuhën e kufizimit.